Përshëndetje. Ka grindje që bëhen me zë të lartë dhe ka grindje që bëhen në heshtje. Grindjet midis babait dhe të birit janë zakonisht kjo e dyta. Fillojnë me fjalë, vazhdojnë me heshtje dhe mbyllen me krenari. Askush nuk hap rrugë. Dhe pikërisht për këtë arsye rruga mes tyre mbetet gjithmonë e bllokuar. Në pamje të parë sheri duket banal, një mendim ndryshe, një këshill e pakërkuar, një ton i ashpër, një ironi, një mos më mëso mua jetën ti. Dhe në të vërtetë, nuk po flitet më për atë çështje, po përplasen dy identitete maskullore në fazë të ndryshme jete. Njëri që ka qenë dikur gjithçka, tjetri që po përpiqet të bëhet diçka. Babai është mësuar të jetë shtylla, ai ka mësuar të jetë vendimmarrësi, mbajtësi i familjes, autoriteti. Dhe kur realisht nuk ka qenë gjithmonë i tillë, në mendjen e tij, kjo është historia që jep kuptim jetës. Kur djali rritet, kjo histori fillon të lëkundet. Jo sepse djali po bën diçka gabim, por sepse po bëhet burr. Dhe kjo mjafton që babai të ndihet i kërcënuar dhe nëse nuk e pranon kurrë. Babai nuk grindet me djalin që ka përballë, grindet me kohën, me plakjen, me humjen graduale të pushtetit, me faktin se fjala e tij nuk është më ligj absolut, dhe këtë ankt nuk di si ta shpreh ndryshe, përveç se me kontroll, kritik dhe urdhra. Nga ana tjetër, djali nuk po kërkon luftë, po kërkon hapësirë, po kërkon të merret seriozisht, po kërkon të mos trajtohet më si i vogël dhe kur është tashmë 30 vjeç. Çdo ndërhyrje e babait përjetohet si ndërprerje e rritjes së tij, si një dorë që e mban ende pas shpine, dhe pse ai po përpiqet të eci vetë. Kur lind përplasja klasike? Kur babai flet nga përvoja, djali e dëgjon nga neveria. Babai mendon se po e ndihmon. Djali mendon se po nënvlerësohet. Babai jep këshilla. Djali dëgjon kontroll. Askush nuk ka qëllim të keq, por rezultati është gjithmonë i njëjtë: tension dhe sherr. Në familjet tona kjo përplasje përforcohet nga kultura. Babai nuk është thjesht prind, është figurë autoriteti, pothuajse e paprekshme. Të kundërshtosh baban shihet si mungesë respekti, jo si mendim i pavarur. Djali rritet duke mësuar të hesht, të bindet, të mos replikoj, ndërsa vjen një moment kur kjo heshtje nuk mban më, dhe kur shpërthen keq. Ironia është e thjeshtë. Shoqëria i kërkon djalit të jetë burr, por familja nuk i lë hapësirë të bëhet i tillë, i kërkon të jetë i fortë, i pavarur, i sigurt, por çdo tentativë për të marrë vendime për veten pritet me dyshim. Kjo krijon një tension të brendshëm që shpesh kanalizohet drejt babait. Grindjet shpesh nuk kanë lidhje me temën e momentit. Një koment për punën, paratë, zgjedhje personale, mënyrën e jetesës, janë vetëm shkëndija. Zjarri ka qenë aty prej kohësh, është ndërtuar nga mosdëgjimi, nga fjalët e pathëna, nga mungesa e miratimit. Babai rrallë thot, jam krenar për ty. Djali rrallë thot, kam nevojë për ty. Të dy do të donin ta dëgjonin nga njëri tjetri, por asnjëri nuk e thot i pari, sepse të dy janë burra dhe janë mësuar se dobësia nuk shprehet. Baballarët e shumë brezave nuk janë rritur me gjuhën e emocioneve. Ata janë mësuar të punojnë, të durojnë dhe të heshtin. Prandaj nuk din të flasin ndryshe përveç se me urdhra dhe kritika. Jo sepse janë të këqij, por sepse nuk njohin mënyrë tjetër. Djali sotëm është më i vetëdijshëm emocionalisht, por më pak i durueshëm. Ai nuk pranon hierarki të verbër. Ai kërkon dialog, por shpesh e kërkon me arrogancë, sepse ai nuk ka mësuar ndryshe të kërkojë ndryshe. Por shpesh e kërkon me arrogancë, sepse edhe ai nuk ka mësuar ta kërkojë ndryshe. Kështu, dy paaftësi komunikimi përplasen ballë për ballë. Një problem i madh është mungesa e tranzicionit. Babai nuk di kur të largohet nga roli i komandantit. Djali nuk di si ta marrë përgjegjësinë pa luftuar.
Nuk ka një moment simbolik kur babai thot, tani, ti je burr. Dhe nuk ka një moment ku djali thot, e di që ke bërë sa ke mundur. Pa këtë kalim, të dy mbeten të ngujuar në role të vjetra. Babai sillet si dikur, djali reagon si dikur. Dhe grindja përsëritet me të njëjtën skem, vetëm me më shumë lef. Askush nuk hap rrugë, sepse hapja e rrugës ngatërohet me humbje. Babai mendon se nëse tërhiqet, humb autoritetin. Djali mendon se nëse tërhiqet, humb veten. Në fakt ndodh e kundërta. Humbin vetëm marrëdhënien duke mos u tërhequr. Pasojat janë të dukshme. Distancë emocionale, ftohtësi, komunikim formal. Djali largohet nga shtëpia, por jo nga plagët. Babai mbetet vetëm, por nuk e pranon. Të dy vuajnë, por krenaria u ambyll gojen. Zgjidhja nuk vjen nga kush ka të drejtë, vjen nga kush ka guxim të jetë më i pjekur emocionalisht. Babai që pranon se nuk ka më nevojë të jetë komandant, por mentor. Djali që pranon se nuk ka nevojë të rrëzoj figurën e babait për të ndërtuar të vetëm. Hapja e rrugës nuk është dorësim. Është maturi, është zgjedhje për marrëdhënie, jo për pushtet, sepse në fund babai dhe biri nuk janë rival, janë dy versione të së njëjtës histori që në vend të përplasen mund të kuptohen. Dhe një ditë, kur zhurma e grindjeve të ketë pushuar, ajo që mbetet nuk është kush fitoi debatin, por nëse arritëm të njihnin njëri tjetrin si burra. Dhe kjo është fitoria e vetme që ka vlerë. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.